Kemi bërë edhe siguri energjetike përmes investimeve në KEK, 56 milion euro për modernizimin e termocentralit Kosova B, që është investimi më i madh i tij ndonjëherë që prej se është ndërtuar. Kemi investu në shkolla e në spitale, spital pas spitali, sepse paraprakisht klinik pas klinike, dhe të gjitha këto të mira jënë dje edhe në komunën e Obiliqit. Po i përmendit disa. Shtesat këtu janë marrë nga gati 1.300 nëna lehona dhe mbi 6.500 fëmijë që e kanë përmirësu mirëqenjen familjare. Punësim ka pas për rreth 203 prej moshës 18 dhe 29 vjeç përmes superpunës, një qerdhe e re në Miloshev për 80 fëmijë dhe një tjetër që pëndërtohet Mazgit për 100 fëmijë. Sa ma shumë që shkojnë fëmijët në qerdhe, nonat fitojnë ma shumë kohë për veten e tyne, ndoshta na njona më kthyn tregun e punës, ose me vazhdu fakultetin që e kalon gjys, ose me regjistru një fakultet të ri, por edhe për fëmijët është ma mirë, se ka studimet pa numërta që tregojnë sa ma herët fëmija që fillon me u eduku në qerdhe, qaq ma të madhe e ka mësimdhënien, ngritjen intelektuale dhe avancimin në karrierë kur të rritet një ditë. Prandaj qerdhet janë shumë të rëndësishme, e Halili e kupton e do ta bëj këtë. Prandaj qeveria jonë qendrore në bashkëpunim me kryetarin e ardhshëm Halil Thaqin, këtu në Obiliq do të ndërtojmë një qerdhe të reja në 4 lokacione të komunës, në Dardhëisht, në Lajthisht, në Breznic edhe në Obiliq të vjetër. Pra 4 qerdhe të reja të këtu. Gjatë kësaj periudhe të qeverisjes son, janë pranu 745 punëtor të ri në KEK. Prej këtyne 745 punëtorëve të ri, 400 janë nga Obiliqi, pra ma shumë se gjysa. Kjo nuk është kurfar trajtimi preferencial, kjo është drejtësi sociale. Drejtësia nuk ndodh veç në gjykata, kur ki probleme, se shpesh edhe s'po ndodh dhe kur shkesh atje. Po drejtësia është sociale në shoqëni, para se me shku në gjykata. Me politika barazimtare e zhvillimore. Pra kjo është punësim me merit. Kush ma mirë se banorët e Kastriotit, se ju e njihni Kekun edhe terenin e tij. Kush punon me zell për Kekun, sikurse banorët e Obiliqit. Prandaj është merit e juaja edhe është nevojë e vetë Kekut që të ketë ma shumë të punësuar prej Obiliqit. Por shumë gjatë Obiliqi është majt peng i interesave të ngushta e të huja, i pushteteve të cilët kanë ndrru po përmes me ndrru gjendjen, e me 9 nëntor nis koha për një qeverisje që punon për njerëzit edhe brengat e tyre. Sin Podujev, sin Shtime, sin Kamenic, Engjelan, edhe këtu ndryshimi është i mundur. Obiliqi meriton modernizim, shërbime publike të barabarta, zhvillim të planifikuar dhe të qëndrueshëm dhe hapësira të cilat i shërbejnë komunitetit pa dallim. Obiliqi do të jetë pjesë e zonës metropolitane të Prishtinës, që e përfshin edhe Podujevën, edhe Fushkosovën, por edhe Graçanicën. Në Prishtinë janë krijuar fyta të ngushtë edhe kaos urban. Është domosdoshme që për të rregulluar Prishtina dhe komunat fqinje të Prishtinës, Prishtina të mendohet si ma e madhe se vetvetja. Lidhja Prishtinë-Obiliq, Prishtinë-Fushkosovë, Prishtinë-Graçanic, Prishtinë-Podujev, Prishtinë-Vushtre, të gjitha këto janë të rëndësishme në mënyrë që ta eliminojmë fytyn e ngushtë, ta bëjmë edhe kryeqytetin ma funksional, e në të njëjtën kohë edhe komunat rrotull të kësaj zone metropolitane të përfitojnë. Prandaj është për neve rëndësishme që jo vetëm fitojmë të në Obiliq, po të fitojmë edhe në Prishtinë. E nëse e keni dikon atje,
Nëse e keni dikon të familjes, të farefisit, atë njohur që është nga Obiliqi, po është banori Prishtinës, ju të regoni që edhe atje e kemi numrin e njëjtë, 105, këtu Halil, atje Hajrullah, Halil Thoqi, Hajrullah Qeku. Kjo do t'jetë shumë mirë për bizneset e vogla, për ata që prodhojnë e dojnë me shit sa ma shumë në kryeqytet, por edhe për fermerët, pra për bujqit. Një projekt madhor këtu në Biliq, që veç është në proces e sipër, është kogenerimi. Aty janë investu 13 milion euro drejt tani, ndërka që projektin tërësi arrin vlerën 15 milion euro. Kryetari aktual, edhe najtë ditë, kishte premtuar që ky projekt do të realizohet deri në fund mandatit ti. Projekti nuk ka përfunduar, po mandati ati po i përfundon. E pas 9 nëntorit nisni mandatiri i Halil Thoqit kryetar që e realizon projektin e kogenerimit dhe sigurohet që çdo euro të shkojnë shërbim qytetarëve e kur më të individëve të përveçëm apo të interesave të ngushta. Obiliqi do t'jetë edhe qyteti sportit dhe i rinis aktive, stadiumi Agron Roma do të rindërtohet dhe do të shndrohet në qendër moderne, sportive dhe kulturore. Me fush 3 tribina, ndriçim, hapësira për klub dhe për të rinjt. Krahas kësaj, secili klub sportiv aktiv do të mbështetet për çdo vit me 20.000 euro për pajisje, trajnim dhe për gara. Do të përkrahen ekipet e vajzave dhe grave për barazit vërtet edhe në sport. Ky nuk është veç investim në infrastrukturë, është investim edhe në shëndetin e qytetit dhe në energjinë e rinisë, sepse sa më aktive rinia, aq më e shëndetshme do të jetë ajo edhe në kuptimin fizik edhe mendor. Blegtoria e dim që është shtyll e jetës rurale, për fermerët tonë puna e tokës është dinjitet, prandaj do ta zbatojmë një program të posaçëm të subvencionimit për familjet që mbajnë deri në 60 krerë lopë qumshtore, do të rritet prodhimi vendor i qumshtit, do të përmirësohen kushtet e mbarshtimit, do të stabilizohen të ardhat e fermerëve dhe do të hapet tregu i garantuar. Gjithashtu, përveç produkteve të qumshtit, janë edhe produktet e mishit. Meqense, sipas ministrit të bujqësisë, Faton Pecit, nëse e keni dikon Mitrovic, edhe atje e kena numrin 105, sipas Faton Pecit, 250 milion euro mish qytetarët e Kosovës hajnë vit, pjesa më e madhe është import. Nuk ka bujqësi pa blegtëri. E nëpërmjet blegtërisë nuk e fitojmë vetëm qumshtin dhe produktet e tij, por edhe mishin edhe produktet e tij. Andaj është një hapësirë shumë e madhe me i zavendësu importet me prodhim vendor blegtoral, e këtë do ta bëjmë edhe këtu në Obiliq tek ju. Pra, me Halil Thoqin i shtohet energji qytetit e komunës si pushtet. Çdo projekt me Halilin do ta ketë mbështetjen e qeverisë qendrore dhe timen personalisht për shkak se besoj në vizionin e tij, e kam parë duke punuar. Dhe dim që Obiliqi nuk ka nevojë për riparimet vjetra, po për rinovim me Halilin. E tash, ju e dini që po të mos bëheshin disa pazare e kumari, Halili kish fitu edhe pa baletazh. Fatkeqësisht, kundër kandidati, LDK-ja këtu në Obiliq është dyqysh si priza pa rrym. Është aty, po s'ka energji. E neve na duhet energji.
Energjia e koj numëri 105 edhe e koj emër Halil Thaqin këtë zëvje. E bale Thaqin. Pak e shkuptime, po rruga e LDK-s është rrugë jeve që vjetër, po aq e vjetër sepse vjetruar sa që stërvjetruar. E neve na duhet diçka fort e re, e besoni me vetëvendosjen këtu në Obiliq, e me Halilin në krye e kena gjetë, veç duhet ta votojmë në mënyrë masive me datën 9 nëntor këtë diel, kur përveç se votojmë bashkë, gjithashtu dhe fitojmë e festojmë bashkë, e aktivistat tonë që kanë punu shumë, letë mos ndalen deri të dielën, por letë mos ndalen as pas të dielës, se do të më na përgatit një fest të madhe këtu në Obiliq, për ta premtuar fitoren e Halilit dhe gjithve juve bashkë. Obiliqi e dha dritën për Kosovën, tani është koha që drita të kthehet për Kastriotin. Obiliqi nuk duhet të jetë thjesht zonë e veçantë formalisht, por shembull konkret e praktik e i veçantë i zhvillimit. Obiliqi djeshëm prodhonte energji për gjithë Kosovën, mirë po Kastrioti i nesër me Halil Thaqin kryetar prodhon zhvillim për vetën. Unë dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, po vi prej Vushtrisë tek ju, e prej jush do të shkoj në Bardh Madh në Fushë Kosovë. Në Vushtri. Në Vushtri, në balotazh këtë diel po fiton Dr. Sulejman Meulli. E qka me i thonë Valon Prebrezës në Fushë Kosovë, apo fiton në Obiliq, a do tjetë kryetar i Kastriotit Halil Thaqi. Faleminderit shumë, e miru pofshim në përtakime e tubime drejt fitores të madhe të vetëvendosjes të Halilit e të Kastriotit të ndashur. Faleminderit. Mos u ndalni e me këtë entuziazëm ta presim kryetarin e ardhshëm, kryetarin Halil Thaqi.